Zbulohet sekreti. Si të pastroni dritaret e shtëpisë me uthull molle? Uthulla e mollës është një dhuratë mrekullueshme e natyrës. Ajo nuk është toksike në luftën e bakterieve duke ndihmuar njeriun në mënyra të ndryshme. Uthulla jo vetëm që eliminon bakteret, por do të ofrojë gjithashtu edhe një situatë më të mirë ekonomike dhe një solucion të mirë pastrimi. Përmbajtja acidike e uthullës së mollës e bën atë ideale edhe në pastrimin e xhamave të shtëpisë së suaj për të sjellë rezultate më të mira. Për të lehtësuar punën tuaj në përmirësimin e pastërtisë, atëherë mund të tresni një gotë me uthull molle të tretur në një kovë me ujë. Më pas filloni në pastrimin e xhamave tuaj duke sprucuar atë në të gjithë sipërfaqen e xhamave. E lini të veprojë për 1 minutë dhe më pas e bëni një larje si zakonisht. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj.